Shoh ëndra të këqija, edhe pse para gjumit i bëj të gjitha ata që duhet të bërë para gjumit. Unë sugjeroj që para gjumit me thonë 100 herë La ilaha illallahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Me shpreh Zotit, po ta thosh 100 herë, nuk do të kesh probleme në gjumë. E rëndësishme, edhe po të shohësh ëndra të këqija në gjumë, kur të zgjohesh 3 herë nga krahu i majt dhe thuaj e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ka thënë pejgamberi Islam, kur sheh një ëndër të keqe dhe kur zgjohet pështyn lehtë 3 herë nga e majta dhe thot e'udhu billahi minash shaitanir rajim, ëndra e keqe nuk i bën asgjë. Pra me kuptimin s'ka pse të fiksohet, nuk ka përse të fiksohet.